Mjelin Daku ka shënuar edhe në javën e dytë të kampionatit rus. Sulmuesi i kombëtares tundi rrjetën në minutën e 19, ndërsa rezultati shënon 0-2 për Rubin Kazan kundër Akron Togliatti. Daku i shënoi Krasnodarit në javën e parë. Sulmuesi i kombëtares e ka nisur sezonin në mënyrën e duhur. Ofertat në Rusi ndërkohë nuk e shpërqendrojnë. Nga dje është përhapur lajmi se Lokomotiva e Moskës do të paguajë klauzolën e prishjes së kontratës për 11 milionë euro. Dilemat janë të mëdha për të ardhmen e Dakut, dhe largimi mund të bëhet i pashmangshëm. Çmenduria e kësaj merkato vere duket se do të vinë nga Rusia. Gazetarja Andrej Pankov raporton nga Rusia se Spartaku i Moskës ka vendosur të paguajë klauzolën pikërisht prej 11 milionë eurosh për transferimin e Mjelin Dakut nga Rubin Kazan. Firma do të vijë nëse klubi rus dhe Daku bien dakord për kushtet personale të sulmuesit. Duke pasur parasysh shumën e lartë të prishjes së kontratës me Rubin Kazan, atëherë dhe kontrata e re për Dakun pritet të jetë majme. 28 vjeçari është kthyer në objektivin kryesor të merkatos. Sezoni i tij nisi me gol për Rubin Kazan, ndërsa Spartaku ka kohë që e ndjek situatën e Dakut. Po ashtu, edhe një tjetër ekip i Moskës më parë shfaqte interes për sulmuesin shqiptar. Bëhet fjalë për CSKA-n, që po ashtu u raportua disa ditë më parë se është gati të paguajë klauzolën. Tashmë mbetet për të parë se cili prej dy klubeve do të bind Dakun. E ardhmja e Marash Kumbullës te Roma mbetet e paqartë, ndërsa mbrojtësi kombëtares shqiptare mund të rikthehet sërish në La Liga gjatë merkatos së verës. Sipas raportimeve nga Italia, drejtuesit e klubit Verde Kuq janë të gatshëm të dëgjojnë ofertat për 26 vjeçarin, i cili është rikthyer në Trigoria pas përfundimit të huazimit te Mallorca. Sezoni i kaluar nuk ishte ai që pritej për Kumbullën. 2 dëmtime serioze e mbajtën larg fushave për më shumë se 3 muaj, duke kufizuar ndjeshëm hapësirat e tij në skuadrën spanjolle. Mallorca nuk arriti të mbijetonte në elitën e futbollit spanjoll, duke rënë nga kategoria në javën e fundit të kampionatit. Megjithatë, vlerësimi për mbrojtësin shqiptar në Spanjë nuk ka rënë. Përkundrazi, disa klube të La Ligës vazhdojnë ta konsiderojnë atë një opsion të vlefshëm për repartin defensiv. Sipas të njëjtave burime, Rayo Vallecano, Levante dhe Elche kanë shfaqur interes konkret për Kumbullën dhe kanë kërkuar informacione rreth situatës së tij te Roma. Nuk përjashtohet që një prej këtyre klubeve të bëjë lëvizjen e parë zyrtare gjatë ditëve në vijim. Nga ana tjetër, Roma preferon ta shes përfundimisht kartonin e mbrojtësit shqiptar, edhe për shkak të nevojës për të balancuar financat dhe për të krijuar hapësira në organik. Megjithatë, drejtuesit Verde Kuq mbeten të hapur edhe ndaj formulës së huazimit me të drejtë ose detyrim blerjeje, nëse nuk mbrin një ofertë e kënaqshme për transferim të përhershëm. Kumbulla ka treguar më parë se mund të përshtatet me sukses në futbollin spanjoll. Gjatë huazimit të Espanyoli 2 sezone më parë, ai ishte një nga mbrojtësit më të spikatur të skuadrës, para se dëmtimet t'i ndërprisnin vazhdimsinë te Mallorca. Me merkaton verore ende të hapur, ditët në vijim pritet të jenë vendimtare për të ardhmen e mbrojtësit shqiptar, ndërsa rikthimi në La Liga duket aktualisht skenari më i mundshëm. Mario Mitai do të prezantohet në vazhdim nga Genoa, ndërsa edhe Fabrizio Romano si ekspert i merkatos e ka konfirmuar. Akordi është arritur, ndërsa shifra që do të përfitojë Al Ittihad raportohet të jetë rreth 5 milionë euro. Mitai u kërkua edhe nga Porto, por në fund ishin 9 herë kampionët e Serie A që fituan garën. 22 vjeçari rikthehet në Europë për të dhënë kontributin e tij. Pas eksperiencave me AEK-n dhe Lokomotivën e Moskës, tashmë është radha e Genoas. Mbrojtësi Majt largohet nga Al Ittihad me kujtimin e 58 paraqitjeve. Gjatë kësaj kohe fitoi edhe titullin kampion. Pengesë e madhe në sezonin e kaluar ishte numri i lojtarëve të huaj që lejohen në kampionatin arab. Mitai e shikonte veten shpesh herë jashtë planeve për këtë arsye. The Sun raporton se Rangers është në bisedime me Al Taun për huazimin e Nedim Bajramit. Huazimi do të konkretizojë me opsion blerjen për 2.5 milion pound. Mes fushori me tipare sulmuese në kombëtare është dëshirë në Arabinë Saudite,
Po ashtu edhe klube të tjera tregojnë të interesuara gjatë kësaj kohe. 27 vjeçari ka kohë jashtë planeve të Rangers dhe klubi skocez kërkon të përfitojë nga largimi, ndërsa Bajramit i kanë mbetur edhe 2 vite kontratë. Bajrami do të kishte hapësira tek Al Taun, kjo pasi këto të fundit kanë vetëm 5 lojtarë të huaj në skuadër. Granit Xhaka ka dhënë sinjalin e qartë se e ardhmja e tij është e Sunderlandi, duke i dhënë fund spekulimeve për një largim të mundshëm nga macet e zeza. Gjatë ditëve të fundit është raportuar për një interesim nga Chelsea për shërbimet e mesfushorit shqiptar, por duket se këto zëra tashmë kanë marrë fund. Xhaka ka zgjedhur të vazhdojë rrugtimin e tij me Sunderlandin dhe të përgatitet për sezonin e ri me klubin anglez. Kapiteni i kombëtares së Zvicrës ka emocionuar tifozët e Sunderlandit me një mesazh në rrjetet sociale, duke kujtuar vitin e parë të tij me skuadrën dhe duke shprehur ambicjet për të ardhmen. Një vit ka kaluar tashmë dhe koha fluturon, kusho pas, është e pabesueshme se çfarë kemi ndërtuar së bashku në një kohë kaq të shkurtër. Jam mirënjohës për çdo sfidë, çdo mësim dhe çdo moment të paharrueshëm. Tani jemi gati për një tjetër sezon, le ta bëjmë edhe më të madh, ka shkruar Xhaka. Mirlin Daku vazhdon të jetë një nga emrat më të përfolur në futbollin rus. Edhe pse shënoi golin e vetëm të Rubin Kazanit në humbjen 3-1 ndaj Krasnodarit në javën e parë të Premier Ligës ruse, sulmuesi shqiptar është bërë objekt kritikash të forta nga analistët, ndërsa paralelisht vazhdon të përmendet si një objektiv i mundshëm i Spartakut i Moskës. Agjenti dhe eksperti i njohur rus, Timur Gurtskaja, ka bërë një nga deklaratat më të bujshme të ditëve të fundit, duke kërkuar publikisht që Rubin Kazani të mos humbas kohë dhe ta shes Mirlin Dakun përpara mbylljes së afatit kalimtar. Komendet e tij erdhën pas ndeshjes së javës së parë të kampionatit rus, ku Rubini u mposht në shtëpi me rezultatin 3-1 nga kampioni në fuqi, Krasnodari. Daku realizoi golin e vetëm të skuadrës së tij, por kjo nuk mjaftoi që Gurtskaja të ndryshonte mendimin për paraqitjen e sulmuesit shqiptar. Sipas tij, Daku po luan vetëm për interesat personale dhe për të rritur vlerën e tij në merkato, duke lënë në plan të dytë objektivat e skuadrës. Rubini duhet ta shes menjëherë Dakun para 9 shtatorit. Ai po luan vetëm për të shitur, mendon vetëm për statistikat e tij dhe nuk i intereson rezultati i ekipit. Nuk luan në pasim dhe është i fokusuar vetëm te shifrat personale. Nëse nuk e shesin deri më 9 shtator, më 10 shtator do të dëmtohet dhe do të rikthehet vetëm vitin tjetër, u shpreh Gurtskaja në media. Deklarata e tij ka bërë jehon në mediat sportive ruse, duke hapur debat mbi të ardhmen e sulmuesit shqiptar. Megjithatë, kritikat bien në kontrast me kontributin e Dakut, i cili vazhdon të jetë pika kryesore e repartit ofensiv të Rubinit dhe një nga lojtarët më vendimtar të ekipit në sezonet e fundit. Në muajt e fundit, emri i Dakut është lidhur vazhdimisht me një largim nga Rubini. Mediat ruse kanë raportuar për interesim nga Lokomotiva e Moskës dhe CSKA e Moskës, ndërsa familja e futbollistit ka mohuar se ka pasur oferta konkrete, duke theksuar se lojtari është i fokusuar te Rubini. Ndërkohë që debatet për të ardhmen e Dakut vazhdojnë, një tjetër zë i njohur i futbollit rus ka dalë në mbështetje të sulmuesit shqiptar. Ish futbollisti i Spartakut të Moskës, Aleksandar Lipko, beson se 28 vjeçari do të ishte një përforcim shumë i rëndësishëm për klubin kryeqytetas, i cili vazhdon të kërkojë një sulmues të besueshëm për sezonin e ri. Sipas Lipkos, Spartaku ka nevojë për një futbollist që garanton gola dhe që e njeh tashmë kampionatin rus, ndërsa Daku i plotson të gjitha këto kritere. Më pëlqen mënyra se si luan Daku. Ai është një sulmues cilësor, tashmë është përshtatur me futbollin rus dhe shënon vazhdimisht. Do ta ndihmonte Spartakun, deklaroi Lipko për Match TV. Ish mbrojtës i shtoi se Spartaku nuk duhet të bëjë blerje vetëm për të shtuar numrin e lojtarëve në skuadër, por të afrojë futbollistë që sjellin vërtet ndryshim, duke e konsideruar Dakun një prej tyre. Sulmuesi i kombëtares vazhdon të jetë një nga emrat më të vlerësuar në Premier Ligën ruse, fal paraqitjeve të tij me Rubin Kazanin. Ai ka shënuar 37 gola dhe ka dhënë 13 asistime në 92 ndeshje me klubin rus, statistika që kanë bërë disa skuadra të mëdha të monitorojnë situatën e tij. Me merkaton ende të hapur, mbetet për të parë nëse Rubini do të rezistojë interesimit për sulmuesin shqiptar, apo nëse vera e vitit 2026 do të shënojë fundin e aventurës së Mirlin Dakut në Kazan. Arion Ibrahimović është talenti shqiptar i Bayern Munichut. Mesfushori 20 vjeçar po stërvitet me ekipin e parë, ndërsa edhe po jep përshtypje pozitive. Më parë ishte trajneri i Heidenheim, Frank Schmid, që i thuri elozhe.
Unë mund të gjykoj vetëm periudhën që Arion kaloi me ne dhe sa të kënaqur ishim me paraqitjet e tij. Ai është ende një lojtar i ri, që sezonin e kaluar hodhi hapat e parë të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm në Bundesligë. Mjafton të kujtonin ndeshjen në Mëni, 3 javë para fundit të kampionatit. Nëse e pat atë që prodhoi në fusha të ditë, mund të shihnit potencialin e tij dhe të besonit se ai është vetëm në fillimin e karrierës. Ai ka ende mundësi të bëjë hapa gjigant përpara, por ka edhe shumë për të mësuar. Jam i bindur se mund të arrijë këtë në ambientin e Bayernit, por asgjë nuk do t'i vijë automatikisht, u shpreh trajneri i Heidenheim. Ndërkohë Ibrahimović është fokusuar me biçikletë bashkë me Nathaniel Braun, bashkë shikohen si shok të ngushtë të Bayernit. Ibrahimović po pret ftesën e ekipit të parë të Gjermanisë. Kosova ndërkohë mbetet përpara Shqipërisë për të përfituar shërbimet e tij. Nuk ka asnjë mundësi që Christian Aslani të mbetet tek Interi. Të paktën kështu është raportuar, duke shtuar se klubi e ka komunikuar vendimin te mesfushori dhe përfaqësuesit e tij. Menjëherë pas këtij lajmi, tregohet Sassuolo që po avancon drejt mesfushorit të kombëtares. Klubi i Serie A mbetet në negociata dhe zhvillime të reja priten në vazhdim. Interi kërkon rreth 10 milion euro. Kjo është pengesa më e madhe, që mund të shtyjë edhe drejt një huazimi tjetër. Aslani u huazua 2 herë gjatë edicionit kaluar, fillimisht te Torino dhe më pas te Beşiktashi. Adi Kurti është zyrtarizuar nga Cerignola në Serinë C italiane. Ky është vendimi i Hellas Veronas që vendosi ta huazonte për më tepër minutat e Ternana gjatë sezonit kaluar. Kurti është qendërmbrojtës dhe bën pjesë te kombëtarja U21. I gjatë 1,94 m, futbollisti i lindur në Elbasan debutoi me ekipin e parë të Veronës gjatë edicionit kaluar. Bëhet fjalë për ndeshje kupe. Më pas luajti me Ternanon si i huazuar, pikërisht në Serinë C, aty ku tashmë i është bashkuar Cerignolas. Për 20 vjeçarin ekziston mundësia e blerjes së kartonit nga Cerignola. Megjithatë, Verona ka ruajtur edhe një opsion po ashtu për blerje të Kurtit, nëse Cerignola vendos ta mbajë pas përfundimit të sezonit. Armando Broja është një nga dëshirat e Lazios në këtë mercato vere. Këto janë në raportimet e fundit nga Italia, që tregojnë se 2 herë kampionët e Serie A po punojnë për këtë transferim. Broja nuk luajti në miqësorën e fundit ndaj Ajaxit, ndërsa trajneri i Burnleyt konfirmoi dëmtimin e tij. Për Lazion do të ishte një transferim në formë huazimi, por pa detyrim blerje. 24 vjeçari më parë është treguar në listën e dëshirave të drejtorit sportiv të Lazios. Mariano Fabiani, pasues i Iglitares të Lazio, nuk arrente ta konkretizonte si pistë për shkak të detajeve financiare. Broja është ende në kohë për kthesën e madhe, dhe për këtë duket se duhet të largohet nga Anglia.